Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja receta si të ulni tensionin e lartë të gjakut pa përdorur ilaçe. Një ndër kërcënimet më serioze të shëndetit është padyshim presioni i lartë i gjakut. Kjo gjendje mund t'ju sjellë trupit një sër sëmundjesh nga efektet anësore shumë shqetësuese. Zhvillohet kur muret e arterieve të mëdha humbasin elasticitetin e tyre dhe ngurtësohen, ose kur nuk e kanë në gjakun dhe ngushtohen. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, niveli i humbjes së jetës në vend nga sëmundjet të cilat shkaktohen prej hipertensionit është rritur në Shqipëri gjatë viteve të fundit. Kjo përkthehet në 36% të grup moshave nga 25 vjeç e sipër, ku burrat janë më të prekurit. Ndër shkaktarët kryesor në majën e listës së renditet stili jetesës, kryesisht ngrënia jo e shëndetshme. Në këtë video, sipas Brightside, do të shpjegojmë disa nga këshillat më të mira për të mbajtur nën kontroll këtë gjendje pa përdorur medikamente. Si të ulim presionin e lartë të gjakut? Duke qenë se ky problem shfaqet veçanërisht nga stili jetesës, ndryshimet e para sigurisht që do të fillojnë nga aty. Sipas këshillave të ISHP, të cilës i referohemi, vetëm me disa hapa të thjesht mund të arrini të shmangni dhe të përmirësoni këtë problem. Mbani nën kontroll peshën trupore. Mbajtja e peshës së duhur është gjithmonë thelbësore në parandalimin e hipertensionit. Ekspertët thonë se 50 deri në 90% e personave me presion të lartë të gjakut mund të evitojnë problemin e tyre me një stil të shëndetshëm të jetesës. Mbi pesha arrit ndjeshmërinë e presionit të lartë të gjakut, ndaj nëse jeni obez, duhet të dobësoheni të paktën 10% të masës tuaj trupore. Sa më shumë të dobësoheni, aq më shumë do të bjerë presioni i gjakut, duke evituar një sër sëmundjesh të tjera. Konsumoni më pak krip. Reduktimi i sasive të kripës që konsumoni çdo ditë është një tjetër element kyç në trajtimin e sëmundjes. Kjo pasi konsumi i tepërt i kripës do të rrisë kështu presionin tuaj të gjakut. Ekspertët rekomandojnë produkte që kanë më pak se 0,25 gram krip për 100 gram të peshës së tyre. Evitoni pirjen e alkoolit. Përveç dëmtimeve të mëlçisë dhe të zemrës, konsumi i alkoolit mund të çojë në shfaqjen e hipertensionit. Sipas ekspertëve, personat që konsumojnë një gotë alkool në ditë kanë 53% më shumë mundësi të preken nga hipertensioni. Konsumoni më shumë fruta dhe perime. Nëse konsumoni 5 ose më shumë racione me fruta ose perime në ditë, do të jeni larg sëmundjes dhe rrezikut. Fruta dhe perimet janë ndër ndihmat më të mira për të ulur presionin e lartë të gjakut. Gjithmonë keni parasysh të zgjidhni ato të freskëta dhe të stinës. Qëndroni më shumë aktiv. Aktiviteti fizik është zgjidhja më e mirë kundër shumë sëmundjeve, ashtu dhe për presionin e lartë të gjakut. Mjekët rekomandojnë kryerjen e aktivitetit fizik çdo ditë me të paktën 30 minuta ose 5 herë në javë. Një mënyrë që do ju ndihmojë në uljen e presionit të gjakut në trupin tuaj. Gjithmonë do të ulë edhe peshën e tepërt. Këshillohuni më shpesh me mjekun. Kontrollet periodike me mjekun janë thelbësore për të përballuar çdo sëmundje. Nëse merrni ilaçe ose receta të forta kundër hipertensionit, mos i ndërprisni ato asnjëherë pa u këshilluar më parë me një specialist. Ndiqni 5 hapat e mësipër në mënyrë që të reduktoni në mënyrë graduale presionin e gjakut dhe konsultohuni me mjekun tuaj sa më shpesh për të evituar kështu komplikacionet në shëndetin tuaj. Nëse ndiheni gjithmonë të plogësh dhe jeni tepër të lodhur, momenti më i keq është kur zgjoheni në mëngjes, dhe kjo mund të vijë gjithashtu nga tensioni. Simptomat që tregojnë tension të ulët mund të jenë të ndryshme, por duhet të konsultoheni gjithmonë me mjekun specialist për të evituar gjithashtu edhe problemet që mund t'ju kanosen në shëndetin tuaj. Ekzistojnë disa mënyra që mund t'i aplikoni në menaxhimin e niveleve të presionit të gjakut dhe për të përmirësuar shëndetin e zemrës duke përfshirë ndryshime në dietën tuaj dhe stilin e jetesës. Por çfarë është presioni i lartë i gjakut? Presioni i lartë i gjakut është forca me të cilën gjaku pompon nga zemra në arteriet si tonel flaj. Ky presion i gjakut është i lartë, gjaku lëviz nëpër arterie me shumë forcë. Kjo ushtron presion të shtuar në indet delikate në arterie dhe dëmton enët e gjakut. I njohur si një vrasës i eshtur zakonisht nuk shkakton simptoma derisa të ketë dëme të konsiderueshme në zemër. Pas simptomat të dukshme, shumica e njerëzve nuk janë të vetëdijshëm që kanë presion të lartë të gjakut. Për cilat janë mënyrat për ta menaxhuar tensionin e lartë të gjakut? Në këtë video do të listojmë disa prej tyre.
Duhet të qëndroni aktiv dhe të ushtroni. Të qëndruarit aktiv është pjesë e rëndësishme e jetesës së shëndetshme. Përveç se ndihmon në uljen e presionit të gjakut, aktiviteti rregullt fizik përmirëson disponimin, forcën dhe ekuilibrin tuaj. Gjithashtu ul rrezikun e diabetit dhe llojeve të tjera të sëmundjeve në zemër. Nëse keni qenë jo aktiv për një kohë, bisedoni me një mjek për rutinën e sigurt të ushtrimeve. Filloni ngadalë, pastaj gradualisht rritnin e rrisni edhe frekuencën e stërvitjes suaj. Sidoqoftë nëse nuk jeni adhurues të palestrës, dilni për shëtitje ose për të vrapuar, ose mund të dilni për not. Gjëja është e rëndësishme që të vendosni trupin në lëvizje. Mbani dietën e posaçme përpara ndalimin e hipertensionit. Ndjekja e kësaj diete përpara ndalimin e hipertensionit mund të ulë presionin sistolik të gjakut. Kjo dietë përmban këto ushqime: fruta, perime dhe drithërat e plota, produktet e qumshtit me pak yndyrë, mish, padjam, peshk dhe arra. Nuk duhet tani që ushqimet t'i largoni, sidomos ato të pasur me yndyrë të ngopur. Të tilla si ushqimet e përpunuara duhet të evitohen, produktet me yndyrë të qumshtit dhe mishin e yndyrshëm. Gjithçka që ju ndihmon juve është të reduktoni konsumin e ëmbëlsirave dhe pijeve të ëmbla të tilla si soda dhe lëngjet. Reduktimi i konsumeve të natriumit mund të jetë jetik për uljen e presionit të gjakut. Për disa njerëz, kur konsumojnë natrium të tepërt, trupi i tyre fillon të mbajë lëngje. Kjo rezulton në një rritje të mprehtë të presionit të gjakut. Për të ulur natrium në dietën tuaj, provoni të përdorni barishte dhe erza për t'i dhënë shije dhe një përmirësim dietës suaj. Ushqimet e përpunuara gjithashtu priren të jenë të ngarkuar me natrium. Sigurohuni të lexoni gjithmonë etiketat e ushqimeve që zgjidhni si alternativa të niveleve të ulta të natriumit kur është e mundur. Pesha dhe presioni i gjakut shkojnë në dorë për dore. Për njerëzit me mbipeshë ose obezitet, humbja e 2 deri në 4 kg mund të ndihmojë në uljen e niveleve të presionit. Nuk duhet të pini duhan, konsiderohet se është i keq. Çdo cigare që pini përkeçon presionin e gjakut për disa minuta pasi ta keni mbaruar. Nëse pini duhan rregullisht, presioni i gjakut mund të qëndrojë i ngritur për periudha të gjata kohore. Njerëzit me presion të lartë të gjakut që pinë duhan janë në rrezik të madh për zhvillimin e tensionit të lartë dhe rrezikut të zemrës, sulmi në zemër dhe goditjes në tru. Edhe tymi i duhanit mund t'ju verë në rrezik të shtuar të presionit të lartë të gjakut dhe sëmundjeve në zemër. Përveç sigurimeve dhe përfitimeve tjera shëndetësore, lënia e duhanit mund të ndihmojë në presionin e gjakut të kthehej në normalitet. Reduktoni konsumimin e alkoolit. Shijimi një gotë verë në vaktin tuaj të bollshëm është i mirë. Në fakt, vera e kuqe mund të jetë edhe një burim i besueshëm i dobishëm për shëndetin e zemrës kur konsumohet me kujdes. Megjithatë, konsumi sasive të tepërta të alkoolit mund të çojë në shumë probleme shëndetësore, duke përfshirë presionin e lartë të gjakut. Pirja e tepërt mund të zvogëlojë gjithashtu efektivitetin e disa ilaçeve për presionin e gjakut. Në botën e sotme me ritme të shpejta që është e mbushur me kërkesa dhe rritje, mund të jetë vështirë të ngadalësoni dhe relaksoni. Megjithatë, është e rëndësishme që të hani her pas here dhe të largoni përgjegjësinë tuaj të përditshme për të ndihmuar në menaxhimin e niveleve të stresit. Stresi mund të rrisë përkohësisht presionin e gjakut. Shumë prej tij mund të mbajë presionin tuaj në periudha të gjata kohore. Duhet të gjeni shkakun e stresit tuaj dhe në fund, marrëdhënia dhe financat tuaja do të përmirësohen. Pasi të dini burimin e stresit, mund të përpiqeni të gjeni mënyra për të rregulluar problemin. Është një mundësi shumë e mirë edhe për të stabilizuar problematikën tuaj. Gjithashtu, një tjetër produkt që ju ndihmon edhe në uljen e presionit të lartë është edhe hudhra. Hudhra përmban alicin, e cila është një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar nivelet tuaja të presionit, duke ndikuar kështu pozitivisht në menaxhimin e shqetësimeve tuaja. Hudhra mund të konsumohet në mënyrë rigoroze vazhdimisht në dietën tuaj, duke ndikuar pozitivisht edhe në menaxhimin e niveleve të hipertensionit. Ndaj, asesi nuk duhet të mungojë në dietën tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të mbulojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.